Granit Xhaka tregon mbështetje të fuqishme për gjistin para finales së Big Brother VIP, e mbështet edhe nëna e Drilon Ramës. Ja çfarë thot për gjistin. Në edicionin e sivjetshëm të Big Brother VIP Albania që po shkon drejt gjysmëfinales, gara është bërë më e fortë e numri banorëve po pagësohet çdo spektakël. Pas rreth 150 ditësh izolim, gjesti ka arritur të fitojë zemrat e mira shikuesve, e po shihet si një ndër konkurrentët më të fortë të këtij edicioni. Me mbi 500.000 ndjekës në Instagram, ai bëri përshtypje të jashtëzakonshme në këto dy Big Brothera, duke thyer edhe rekorde të shumta, por rritja e popularitetit të gjestit nuk ka të bëjë vetëm me popullin e thjeshtë, por edhe me figurat publike e personazhet që po e mbështesin dita ditës. Ai ka tërhequr vëmendjen personaliteteve të sportit e artit, teksa një ndër figurat më të fundit që ka çuditur duke shprehur mbështetje për gjestin është edhe kapiteni kombëtarës së Zvicrës dhe futbollisti Bayer Leverkusen Granit Xhaka. Ai ka reaguar publikisht në postimin e fundit të këngëtarit, duke quajtur atë kampion dhe duke shprehur admirimin e tij me emoji të medaljes numër 1 dhe duarve të trokitura, duke konsideruar këtë një ndër lojat më të forta që ka bërë në Big Brother. Jo vetëm kaq, pas Granitit ka reaguar hapur për mbështetjen për gjestin edhe nëna e Drilonit, teksa në një postim në Instastory Driloni ka publikuar një bisedë private me maman e tij, e cila i kërkon ta ndihmojë gjestin për të shpëtuar nga eliminimi, teksa shkruaj në mesazhin e dërguar nga nëna: Drilon, djali jem, gjestin e pas ka nominu prap, duhet me përkraje me votu për ta, boj çfarë do të kesh mundësi se nuk e meriton me dal nominim, kret janë dal kundër ti, qysh kanë qenë kundra teje, duhet dhe gjesti me fitu. Ishte ky mesazhi nënës që tregon paralelizmin e përvojës së Drilonit në Big Brother Kosova me atën dhe gjestit në Big Brother Albania. Driloni ka shoqëruar këtë postim me mesazhin: "Krejt familja me ty gjesti", duke treguar mbështetjen për të.